para se të shkojmë në një negociat, neve duhet përgatitemi për AMM-n, alternativën më të mirë të mundshëm. Dhe duhet përgatitemi për shembull, nëse ne duam të shesim një makinë dhe qëllimi jot, sigurisht kur do të shesh një produkt, do ta shesësh me një çmë sa më të lartë. Do ta shesësh 10.000 euro. Dhe ky është objektivi jot i synuar. Në të njëjtin kohë në treg ke gjetur një çmim me 6.000 euro. Vjen blerësi. Blerësi di çfarë do? Ta blej me çmim më të ulët. Objektivi i tij synuar është 5. Por ai ka gjetur për këtë lloj makine me të njëjtit kushte, ka gjetur një çmim me 7.5, 7.500. Kjo është AMM-ja për blerësin. AMM-ja shitësit është 6.000. Alternativa më e mirë. Kjo është zona që mund të bësh pazar. Për shembull, nëse ti do ta shesësh makinën dhe i thuaj që shiko, unë do ta shesh 8.000, edhe ti ke gjetur me 7.500, nuk funksionon. Po ta shikosh këtu, objektivi është 10, kufiri minimal 8, që do thotë ti ke gjetur një alternativë për ta shitur me 8. Por ai thotë, shiko, unë e dua me 7, se ai ka gjetur me 7. Atëherë nuk ka marrëveshje. Në këtë moment ti nuk arrin dot të bësh marrëveshje. Atëherë kjo është AMM-ja, kjo është alternativa. Ne duhet të përgatitemi që të kemi alternativën më të mirë të mundshëm para se të shkojmë për të bërë një negociat. Kur shkojmë në një negociat duhet të jemi të qartë kush është strategjia që do ndjekim. Çfarë strategji do ndjekim? Dhe do më thotë dikush po mirë, po strategjia më e mirë kush është? Fiton, fitoj. Do thot dikush, po, kjo është strategjia më e mirë në të gjitha kushtet. Por ka një diçka tjetër. Nëse ti e shikon si të rëndësishëm rezultatin, edhe të rëndësishëm marrëdhënien, atëherë shkon në bashkëpunim. Fiton, fitoj. Por nëse nuk të intereson marrëdhënia, por të intereson rezultati, ti shkon në konkurim. Nëse ti e shikon që do me të gjitha kushtet do të marrësh maksimumin, po kush është strategjia shumë gjithmonë është fiton e bashkëpunimi, fiton, fitoj, sepse ti vërtet mund të fitosh atje, por ke humbur një marrëdhënie, se nëse pasoj sa ato person do të jesh para, sepse mali me mali nuk puqet, njeriu me njeriu gjithmonë puqet. Bëj një të mirë tani se si di se ku të del. Ose më saktë, mundohu që të shkosh në atë nivel atje që në fund fare edhe ai të jetë i kënaqur. Do më thotë dikush, po mirë, po çfarë ndodh nëse rezultati nuk është kaq i rëndësishëm për ty janë? Futesh në një negociat, po punë e madhe se bëre ndonjë lëshim, sepse ndërson marrëdhënie. Do bësh një lëshim aty, punë e madhe. Atëherë strategjia e lëshimit ose unë e quaj ndryshe shkëmbimit. Atëherë shkëmbimi çfarë do thotë? Unë ku mbas diçka, ai fiton diçka. Okej, ai shumë i kënaqur, edhe unë jam i kënaqur sepse unë fitova marrëdhënien me atë. Por një kujdes, ne jemi në biznes. Në biznes nuk ka që shiko, do humbas unë, jo, nuk të lejoj të humbasesh. Biznesi ka rregulla, ki kujdes kur thua do humbasesh. Atëherë ti nuk do lëshosh, ti do bësh shkëmbimi. Atëherë do të shkosh të paktën të kalosh tek niveli kompromisit, që të paktën ti ke fituar diçka ose keni humbur të dyja palët, por është ndarë ajo pjesa shumë e vogël por nuk është strategjia më mirë. Ka dhe një strategji tjetër që ti nuk futesh fare. Pse? Sepse marrëdhënia nuk është e rëndësishme. Ti ke një dyqan dhe shet një produkt me, ku diun, në supermarket, ka vend atje për negocim? Ti shkon e blen, nëse ka oferta të pëlqejnë. Merr, nëse s'ka, nuk ulesh për të negociuar, nuk ka negocime në supermarkete. Do më thotë dikush, po pse atje nuk ka negocim? Atje nuk ka negocim sepse vlera dhe kosto e negocimit është e lartë dhe nuk duhet të shpenzojmë kohë për gjëra të cilat sjellin të ardhurat të vogla. Koha nuk shpërblehet ajo energjia jote që do harxhosh. Do më thotë dikush, po mirë, por kush është strategjia më e mirë? Varet. Nëse ti shkon edhe negocion për të blerë një kostum, për të blerë diçka të shtrenjtë, a do negociosh apo jo? A do bësh në një pazar apo jo? Bëjeni pazarin, gjithmonë bëni pazar. Çdo gjë në biznes edhe në jetë është e negociueshme, mund të ketë përjashtime të vogla, por në biznes çdo gjë është e negociueshme. Strategjia e parë dikush ishte që neve të marrim maksimumin nga torta. Kjo është strategjia e konkurrencës. Strategjia e konkurrencës ndonjëherë ajo është një strategji fiton humbas, shumë kollaj kthehet në humb. Sepse ti mundohesh edhe ai mundohet të dy bashkë në fund fare të dy humbasin. E di kush është kjo strategjia bashkëpunuese. Të dy zgjerojmë tortën. Të dy vendosim kreativitetin në mes, e të shikojmë kush janë mundësitë. Dhe në një kohë të dy bëjmë lëshime dhe jo lëshime të mençura dhe këto në qyr lëshime këto quhen shkëmbime të mençura dhe ne duhet të jemi të përgatitur. Çfarë lloj shkëmbime do bëjmë në një negociat? Neve, nëse futemi në një negociat, ne do të qartësojmë 100% dhe do të kemi në mendje tonë disa parime. Në biznes nuk marrim atë që dëshirojmë, po atë që jemi të aftë të negociojmë. Parim tjetër. Të jesh një negociator i mirë nuk ka të bëjë me teknikat. Por teknikat janë pjesë të procesit. Do të jesh shumë i qartë, nëse meriton diçka, pse meriton. Parim tjetër. Një parim prap shumë i fortë. Mos harxhoni kohë për ato vendime që ju nuk jeni gati, si person, apo si negociat, apo si skuadër,
që do t'i vëni me njerë në zbatim. Çdo lëvizje të palës tjetër ka përgjigje të parashikueshme. Atëherë është përgjegjësia jonë që të mësojmë. Nëse duam të kemi sukses, duhet t'i bëjmë llogaritë se çfarë do thotë pala tjetër. Stilet e njerëzve janë të ndryshme. Edhe stili jonë është ndryshëm. Atëherë ne duhet të përshtatem me stilin e tyre nëse duam që të kemi sukses. Siguroheni kur shkoni në një takim për të negociuar diçka që pala tjetër është pala autoritare për të marrë vendim, të ketë autoritetin e vendimit. Nëse doni të keni sukses, gjithmonë mbani mentalitetin që në një negociat, sa to të përgatitur të jeni do ketë të papritura. Jini të përgatitur mendërisht për një gjë të tillë, nëse kërkoni të keni sukses. Asnjëherë mos shkoni në një negociat nëse nuk keni amëmën tuaj, alternativën B. Asnjëherë mos shkoni, duhet të përgatiteni vazhdimisht. Nëse pala tjetër kërkon lëshime, juve do të mendoni se çfarë shkëmbimi. Pala tjetër kërkon diçka, ti do të thuash, prit një herë, unë do të përgatitem se nëse do më kërkoj diçka, çfarë shkëmbimi do të kërkoj unë. Diçka tjetër. Nëse keni ndërmend të jepni lajme pozitive, të bëni lëshime të mëdha, mos i bëni gjitha për njerësh. Bëni avash avash. Lajme të cilat nuk janë të mira, ose ato që nuk bëhen i thua direkt që të gjitha. Që në momentin e parë i lëshon dhe mbaron. Një parim tjetër, gjithmonë detyrojeni palën tjetër që të japi një garanci për ato premtimet e vetë. Gjithmonë shkruani ato gjëra që bini dakord. Edhe nëse nuk i keni shkruar në momentin që largoheni, çojeni email për atë të cilin keni rënë dakord. Asnjëherë mos guxoni të shkoni në një negociat pa përgatitur, sepse mbi 70% të rezultatit në një negociat varet nga parapërgatitja jote. Negocimi është një aftësi shumë dinamike. Një jetë të tërë të mësojmë nuk është mjaftueshme për të qenë profesionist. Nëse neve duam që të bëjmë diferencën do ta bëjmë nëse neve kuptojmë paradokset të cilat ato bëjnë diferencën. Unë po ju them, negociatori mirë është ai që di të jetojë me paradoksin. Të jetosh me paradoksin do thotë që ti jesh i ashpër në mënyrën të kërkesave të tua dhe shumë i butë në mënyrën e komunikimit. Dhe shumë njeri në komunikim, edhe i ashpër, edhe shumë i qartë në ato që ti kërkon dhe shumë i butë në mënyrën se si do të komunikosh. Ka gjëra të cilat ti nuk mund negociosh. Për shembull, gjërat e fesë, për shembull, nuk mund negocion. Për shembull, ti nëse do të shkosh në shtëpinë e Barcës, do ta blesh tot. Pra, janë se gjëra të cilat nuk negociohet. Të bindesh palën tjetër, se po kërkon ajo që është e drejtë, është një nga argumentet më të fuqishme që keni në dorën tuaj. Ajo që është shumë rëndësishme është të kuptojmë që elementi tjetër është e komunikimit. Nëse duam të jemi një negociator mirë, duhet të komunikojmë, duhet të dëgjojmë si duhet, duhet të komunikojmë gjuhën e tyre dhe të kuptojmë ata se çfarë lloj gjuhë duhen dhe të flasim gjuhën e tyre. Duhet të bëjmë pyetje të hapura, me fjalë duhet të dimë gjuhën e trupit. Duhet të nxisim nëpërmjet pyetjeve tona gjërat pozitive, ndjenja pozitive. Një gjë është e sigurt, nëse dëgjon më pak dhe ti flet më tepër, nuk do marr informacione dur dhe në fund fare do bëj një marrëveshje të dobët. Nëse shikon një mosmarrëveshje, një ke kuptim, do thotë është momenti më i mirë që të rregullosh komunikimin tënd. Aftësia tjetër thamë është mënyra se si ne ndërtojmë marrëdhëniet. Sa të zot jemi ne të ndërtojmë raporte, korrektësia jonë, referencët, respekti. Atëherë, gjitha këto janë pjesë të marrëdhënies. Nëse neve mendojmë fillimisht për krijimin e marrëdhënieve, kjo është strategjia, kjo është mendësia e dur. Para se të shkojmë në një negociat, ne duhet të mendojmë për marrëdhënien në fillim. Do më thotë dikush, po unë s'kam Vasil. Po mirë, po ti ke mundësi të marrësh një referencë nga një miku. Çdo njeri është larg nesh 7 telefonata. Mentaliteti jo nuk duhet të jetë thjesht mbyllësh negociatësh, po duhet të jetë ndërtuesh të marrëdhënieve. Marrëdhënia lidhet dhe është e fortë nëse ka atë magjin që ne themi interesin dhe unë them diçka tjetër, unë them vlerë. Diçka tjetër është personaliteti që ka të bëjë pikërisht me atë gjë të cilin ne quajmë të rëndësishëm. Kush jemi ne, kush identijon, si na perceptojnë njerëzit neve. Do më thotë dikush, po sa besim ka njerëz tek neve. Kush është mënyra se si neve e ndërtojmë atë identitetin. Kush janë ato cilësitë që karakterizohemi. Nëse ti do të shkosh në negocior, duhet të dish se kush është stilin që ti do të përdorësh, profili i personalitetit. Nëse ti do të shkosh për të komunikuar, ti do të njohësh kush je ti dhe kush është pala tjetër. Kjo ndodhet edhe në shitje, kjo ndodhet gjithandej në çdo gjë, nëse ti do të ndikosh, nëse do të bindesh dikë, duhet të njohësh palën tjetër. Nuk ka rëndësi se sa njeh palën tjetër nëse ti nuk njeh veten tënde. Nëse do të shikojmë këtu një person i cili nëse është realizues apo karizmatik,
ati intereson shumë, a është i hapur dhe intereson shumë rezultati, a i thot shpejt. Shpejt zotëri mos më është karizmatik, ai nuk mendon për gjërat vogla. Ku je shpejt më nxjerrën rezultate, hajde miru pafshim. E bin kollaj atë. Analizuesi për shembull nuk mund të jesh i shpejt. Do të shkosh e ti e di që ai është analizues, e shikon detajet të vogla, do të bëj analiza, ndihmoja atë, bëj analizën veti para se të shkosh në negociat. Në mënyrë që të përfitosh. Nëse një person tjetër është miksor, ti do të dish, ore, ai do marrëdhënien në fillim. Para se ti të bësh një negociim. Ai e quajnë shumë të rëndësishme miksin. Ai sakrifikon për miksin. Atëherë ti shko me atë ndjesin, me atë person. Do më të dikush po është një skeptiku në mes. Ai skeptik, ti e di e njeh atë personin. Atëherë ti do të përshtatesh në negociim, nëse do të marrësh maksimumin, nuk është se kush je ti, po kush është ai. Do të përshtatemi me stilin e tij, sepse kjo është interesi jo në radh parë, sepse nëse interesi jon përmbushet, edhe interesi atij mund të përmbushet. Qartësia është shumë e rëndësishme, qartësia për elementet, kush janë parimet, kush është strategjitë, qartësia, dhe kjo është qartësia do vi nga përgatitja e vazhdueshme për këtë lloj temë, për të qenë një negociator i Zoti, po tham komunikimi shumë i rëndësishëm, marrëdhënia personaliteti, një kohë tani flasim për ekspertizë. Kur themi du të jesh mjeshtër, du të jesh ekspert, du të dish se si të analizosh gjëra, du të jesh një person i zgjuar, por në një kohë dhe një person emotional intelligent, du të jetë fort, që ti të menaxhosh situatën, sepse një emocion negativ në një situatë të shkatron gjithë punën që ti ke bërë. Por ajo që është shumë e rëndësishme është që një negociator i mirë është edhe një bindës shumë i mirë. Është një negociator i mirë, një ekspert i mirë, është edhe një vendimarrës shumë i mirë. Ai di kush janë teknikat më të mira, di kush janë praktikat më të mira, di dhe përdorimin e situatave. Unë e them, do ta lexoni të libri, kumin. Kumin do thot koka, urgjenca, më është mungesa, tjetra është ai momenti i interesit, sa shumë e do ai, dhe në fund fare nëse është monopol. Ti si ekspert du të dish që nëse koka është e ngushtë, ti do të marrësh maksimumin. Nëse ai të kërkon shpejt, thua, okay, kjo shpejt ka një kosto, do përfitosh shumë fjalë nga jo. Nëse ai e ka diçka urgjente, është e njëjta gjë në një farë mënyrë. Por nëse ti e di që mungon diçka, mos bësh shumë negociat, se do vi tjetër do ta marrë. Nuk ke kohë për negociat atje. Do ta japi dikujt tjetër, të iku nga dora. Ose për shembull, nëse ti e di që interesi i tij është me do e mos, që ta japi shpejt produkt, përfitoje. Ose nëse dikush do më thotë, po mirë, por nëse ti do të shkosh të negociosh me një person i cili ka monopol, a negociohet me dikë që ka monopol, po apo jo? Negociohet dhe është shumë e rëndësishme se është në mentalitet, do më thotë dikush, po si jo Vasil negociohet, sepse ai ka monopol, thotë, po të duash merre, po të duash mos merre. Atëherë çfarë do të bëjmë neve? Marrëdhënie. Do të ndërtojmë marrëdhënie. Do të kërkojmë lëshime, shkëmbime për diçka që ai nuk e çan fare kokën, për ne është shumë e rëndësishme. Kjo është mençuria jonë. Dhe pastaj neve do të dimë se kush janë fazat e negocimit. Faza e parë në negocim është para përgatitja. Faza e dytë kush është? Ulemi në takim për të bërë biseda. Biseda për të eksploruar nevojat. E treta është të bëjmë propozime konkrete. Çfarë kërkojmë ne, çfarë kërkojnë ata? E katërta është pjesa e pazarit, në fjalë që neve ulemi kush është ajo, e diskutimit për pazarin, dhe pesta është lidhja marrëveshjes se duhet të ketë diçka e shkruar. Mbi 70% të rezultatit në një negociat varet nga përgatitja jonë. Çfarë do thotë përgatitja? Përgatitja do thotë ne do të qartësojmë kush janë synimet tona, kush janë arsyet, por në të njëjtin kohë kush janë edhe të palës tjetër. Ka mendësime, sigurisht. Duhet përcaktojmë kush është strategjia jonë, se ne do shkojmë në negociat, duhet të kemi qartësim për strategjinë, por ne duhet dim se futemi në një negociat kush është kjo strategjia që do ndjekim. Nuk më intereson shumë, unë do të fitoj maksimum. Hajde mirupafshim. Ose jo të futem me strategjinë fiton, ose me strategjinë e bashkëpunimit, ose nuk futem. Okay? Kush është strategjia për shkakun? Se pasi kemi marrë vendimin që të futem. Kush është agenda, vendi që duhet të përcaktojmë, duhet të ndërtojmë një ekip, por nëse ndërtojmë një ekip, duhet të shikojmë se kush janë, duhet ta trajnojmë ekipin, duhet të jemi të qartë për ato që përcjell. Duhet të njihemi se kush janë dobësitë tona, kush janë akufizimet tona dhe si mund të si thua kompensojmë këto dobësitë tona. Kush është ai person tjetër që do jetë në skuadrën tonë që këto dobësitë të kthejnë në pika të forta. Atëherë, duhet të përgatitemi për shkëmbimet, jo lëshime, shkëmbime, se tham mund të na kërkojë diçka, por nëse na kërkon diçka, ne duhet jemi gati se çfarë do të japi. Kush është kufiri minimal? Kush është objektivi i synuar? Edhe do të kemi kujdes mos ia tregojmë palës tjetër. Kush është AMM-ja jonë? Dhe në të njëjtin kohë, para se të futemi në një negociat, para përgatitja është shumë e rëndësishme.
para se të futemi në negociat. Ajo që do të bëjmë ne, do të bëjmë dhe role play. Çfarë do them ne, çfarë do thonë ata? Kush do jenë njerëzit që do vinë brashë në skuadër, do të bëjmë dhe role play në tyre. Nëse ne jemi në gjendje të parashikojmë se çfarë do thotë pala tjetër, çfarë do themi ne, çfarë do thotë. Dhe një gjë që është shumë e rëndësishme është që para se të shkojmë në një negociat, do të shkojmë me gjendjen më të lartë emocionale për të marrë maksimumin. Por në të njëjtin kohë tani e bëm para përgatitjen dhe shkojmë në takim. Është momenti që ne shkojmë në takim për të bërë biseda, për të eksploruar nevojat. E dim se kush është qëllimi, e dim se çfarë kërkojmë, por nuk dim se kush janë nevojat. Kjo është diçka e vështirë, pavarësisht se ne mund të bindemi se çfarë kërkon pala tjetër, ky kamendësimi se çfarë kërkon pala tjetër nuk është garantuar 100%. Pra ti do ta eksplorosh gjatë bisedës, do të zbulosh interesat e vërteta të palës tjetër. Ishte një shembull i bukur në një nga librat që kam lexuar, dy shokë dhome kishin nevojë për një limon. Shporta e frutave kishte vetëm një limon. Edhe tani thanë, shiko, edhe njëri e donte limon edhe tjetri. Më fjalë, qëllimi ishte të dy kishin një qëllim që të mirë limonin. Edhe thanë, shiko, po shkojmë me kompromisin. Kompromisi është 50-50, 50-50. Në një moment njëri e merr shtryë dhe e pin, tjetri merr levoshkën edhe donte të bënte kek. Por nëse do të kishin pyetur për çfarë do, të dy do kishin përfituar. Edhe njëri do të kishte marrë gjithë levoshkën, tjetri do kishte marrë gjithë lemun. Atëherë të dy do kishin përfituar. Pra është mirë që të shohim edhe nevojat jo vetëm tonat, por edhe të palës tjetër, sepse vetëm kështu mund të shkosh në një strategji bashkëpunimi. Pyetjet do të jenë të hapura për të marrë një informacion të ri. Nëse dikush flet më shumë, lëshon më shumë. Mbajeni mend mirë në një negociat. Edhe në njëjtin kohë qetësou paraprakisht se kush janë kushtet që e bëjnë të mundshëm një kontratë ose një marrëveshje të mirë. Ikëm nga faza e bisedimit, kalojmë në fazën tjetër, që është faza e propozimit apo të ofertës tonë. Kjo është një fazë e cila do kujdes në një negociim dhe sidomos ku vjen puna për të parashtruar ofertën tënde ose për të thënë me fjalë kush është propozimi jot, asnjëherë mos thuaj do më pëlqente rreth këtij çmimit. Nuk ka rreth. Mos e thuaj rreth, do të jesh ose afërsisht, do të jesh preciz. Dhe as mos përdor kjo është 1900 ose është 2000 për shembull lek ose 2000 euro ose 20000 euro, se varet çfarë do shes. Në vend që të thuash është 19992 për shembull. Ti vendos disa shifra që tjetri thotë, wow, tregon se ka punuar kaq mirë sa e ka studiuar dhe nuk ka vende për pazar. Ose mund të rumbullakosësh diçka, por rumbullakos diçka atyre bishtave që kanë ai. Faza e parë thamë është para përgatitja, pastaj pasi jemi përgatitur, pastaj ulemi për të bërë bisedën, e treta është propozimet konkrete. Tani vjen momenti i pazarit. Këtu do të jemi shumë të kujdesshëm, por në të njëjtin kohë do të dim disa parime, do të jemi shumë të qëndrueshëm edhe elastik në të njëjtin kohë. Shumë i qëndrueshëm tek ato që kërkojmë, por mënyrën se si e kërkojmë dhe shumë elastik për të gjetur mënyrën më të mirë dhe kohën e dur. Mos e ngushtojmë marrëveshjen vetëm në një gjë, që ajo mund të negociohet, ose për shembull ta çojmë marrëveshjen vetëm tek çmimi. Kjo këtu si mund zgjidhet? Të gjitha gjërat zgjidhen, e dikush si zgjidhen duke përdorur kreativitetin. Në moment që ti bën pazar, do të kemi diçka kujdes. Mos thoni po që në momentin e parë. Sepse do mërzisni vetën tuaj edhe palën tjetër. Pse? Sepse ti do mërzitesh për faktin se do mendosh që po pse s'bëra dhe çik pazar. Se mund kisha mundësi që ta mira një çmim të mirë. Pala tjetër do mërzitet, po pse nuk e dha çik më çmim të lartë? Sepse e mori shumë kollaj. Mos kam bërë ndonjë gabim, mos nuk e kam studiuar mirë këtë gjë, atëherë asnjëherë mos thoni po, që në momentin e parë, keni kujdes, mbajeni, shënoni mirë këtë gjë, mos thoni po sepse do mërziteni ju edhe palën tjetër. Nëse dikush kërkon një lëshim, juve bëni gati për një shkëmbim. Bëni gati, ai të kërkon një lëshim, ti kërkoj një shkëmbim kundrejt lëshimit që do të bësh sepse do të përgatitesh. Në të njëjtin kohë ki kujdes, mos i ul shumë pritshmëritë të tua, ose mos i lej që pala tjetër të uli pritshmëritë të tua, edhe ti rriti të tua, sepse çdo palë mundohet të rrisi pritshmërinë së saj, por në të njëjtin kohë nëse komunikimi është i tillë
që ka profesionalizëm, njerëzit kuptojnë me sy dhe nuk kanë asë një problem për sa i përket taktikave manipuluese të cilën ne do flasim pak më vonë. Objektivin e synuar asnjëherë mos e thuaj. Mund të jetë objektivi jo të synuar, mund të jetë më poshtë se sa ai ka imagjinuar ose më larg, dhe kjo varet pastaj në situatë. Mos e zbuloj që në momentin e parë. Sigurisht që kur vjen puna te çmimi, fokusohet edhe te vlera, jo vetëm thjesht te çmimi. Është shumë e rëndësishme tani që ta mbyllim kontratë, por që ta mbyllim kontratën në shtaftësia jon bindse që ti themi palës tjetër, jo se çfarë përfiton, çfarë humbet nëse nuk e bën. Një nga gjërat dhe një nga strategjitë më të mira është çfarë humbet nëse nuk e bën dhe nëse nuk e bën tani. Asnjëherë mos propozoni më pak se 2 opsione. Nëse për shembull do të mbyllësh një kontratë, mos thuaj këtë dhe pik. Thuaj, shiko, zgjidh këtë ose atë. E ka më kollaj ai që të japi një vendim. Por nëse nuk merr ose këtë, do humbasësh këtë. Humbjet janë më të forta se sa ti thuash se çfarë mund të përfitosh. Por mos harroni, gjithmonë firmosni çdo gjë që bini dakord. Gjithmonë parashtrojeni në një marrëveshje të gjitha detajet, që nga çmimi, dorëzimi, cilësia, përgjegjësitë, zbritjet, çdo gjë që është e nevojshme. Do më thotë dikush, Vasil, na thuaj disa këshilla të tjera rreth negocimit, në mënyrë që të kemi një negocim efektiv. E para, ne duhet të bindemi plotësisht që negocimi është shumë i rëndësishëm dhe ja vlen koha që do të harxojmë. Nëse ja vlen koha që do të harxojmë, atëherë ne do të bëjmë dhe investimin e dur të vetes tonë e të njerëzve tonë. Negocimi nuk është i lehtë. Negocimi, nëse do të marrësh maksimumin, ka raste që të duhet të kërkosh edhe ndihmën e ekspertëve. Mos e harroni këtë gjë. Kërkoni edhe një person i cili ka dhe një eksperiencë më shumë në negocim. Nëse duam që të kemi rezultate, do të përshtatemi tipave të tjerë. Nëse tjetri është këmbgulës, ne do të jemi bashkëpunues. Nëse nuk realizoni një marrëveshje, një sugjerim kam, lini kanalet të hapura. Minimumi keni harxuar kohë, energji, të paktën lini kanalet të hapura sepse mund të bëhet diçka nesër. Nëse për shembull ti shikon nuk po realizohet si thosh marrëveshje, atëherë thuaj le ta shohim me një tjetër. Le ta shohim me qetësi, ose ti jep gjën më të mirë dhe ti e di që ajo që ke dhënë është gjëja më e mirë, ai do vi prapë. Po e ka lënë kanalin e komunikimit hapur, përndryshe ai s'do kthehet prapë, nga egoizmi nuk do kthehet prapë. Atëherë largohu shumë iksor nga një marrëveshje, pavarësisht se nuk arrit asgjë. Tani ekziston një rregull i artë. Rregulli i artë e di kush është? Trajtoni njerëz të tjerë siç ke dëshirë të trajtohesh. Ky është rregulli i artë. Por nëse do që të kesh një negociat të suksesshëm, trajtoje palën tjetër siç ajo kërkon që të trajtohet. Ki kujdes. Ky është rregulli platinum dhe shumë i rëndësishëm që ta kemi në mendje. Kujdes nga mashtrimet, presionet, rushfetet për shembull. Nëse je në një organizat, do të zbulosh edhe talentet. Çdo organizat brenda ka disa talent, të cilët e kanë vetë nga natyra e tyre, kanë dhuntit të tyre, unë e bëj. Po, e kam thënë. E dini se kush është negociatori më i keq nga të gjithë njerëzit që mund nxjerrësh brenda organizatën tënde? E di kush është? Vetja jote. Negociatori më i keq që mund nxjerrësh, personi më i keq që mund nxjerrësh për të bërë negociatë je vetëm ti. Sepse sa më madhe të jetë fuqia për të nënshkruar një marrëveshje, aq më shumë mundësi gabimi ke. Atëherë ki kujdes. Unë nuk e di këtë. E di pse? Sepse unë kur shkoj atje do bëj lëshime. Pra është shumë e rëndësishme që të përcaktosh dhe të dish se kush janë njerëzit të cilët janë më të mirë se tyja brenda një organizat, që të bësh me fjalë diferencën. Zgjidh ata. Dhe në të njëjtin kohë, në momentin që kanë dhuntin, e di çfarë të bësh, trajnoj. E kanë dhuntin, përgatiten, trajnojnë dhe çfarë bëhen, talente. E tham, kjo është formula, nëse do që të kesh talente brenda organizat. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme është që juve personalisht mos ndaloni ndonjëherë, mos rreshni duke mësuar rreth negocimit në mënyrë të vazhdueshme, si të negocioni me prorin tuaj. Personi që do të negociojë me prorin e vet, duhet paraqitet me arritjet e tij. Çfarë ka bërë ai të veçantë? Ose duhet përgatitet e duhura që të thotë industria në këtë nivel paguan këto. Kush janë një listë arritjeve të tua, në të njëjtin kohë, kush është vlera që ti shton ndryshe, kush është një problem që ti ke zgjidhur, që se ka zgjidhur njëri tjetër, vetëm ki kujdes. Nëse shkon te prori jot, mos jep ultimatume. Të japësh ultimatumin e prorit tënd është tamam sikur të kesh një bombë e cila të plas në fytyrën tënde. Mos e bëj një dill. E di pse? Sepse mund të turpurohesh, sepse do detyrohesh të qëndrosh brenda, ose të largohesh, që ti nuk e do. Atëherë ki kujdes. Mos thuaj,
o këtë, o ika, nuk lejohet një gjë e tillë. Atëherë shumë e rëndësishme që të kuptojmë disa gjëra janë çështje njohurie. Ne dudim të kërkojmë, dudim të negociojmë dhe dudim që të dyja palët, pasi ikim, të dyja palët duhet jenë të kënaqura. Por ama që të jenë të kënaqura, duhet të shohim jo vetëm të fokusohemi vetëm tek, tregu paguan 1.000, po s'më dhe 1.000 unë do iki. Ose tregu paguan 1.500, edhe ti më jep 1.300, edhe unë do iki. Po mirë, po, nëse për një XY arsye se ju jeni drejtues apo mund të jeni, pse nuk shohini pozicionin e tij? Se ti mund të kërkosh një rritje, e cila ajo rritje duhet të kapi gjithë organizatën pastaj. Edhe do të kesh problem shumë të madh në gjithë kostot e organizatës, domethënë dikush, po si zgjidhet kjo? Po ti mund të kërkosh përfitime të gjëra të cilat në vlef leku shkojnë tek ai niveli që mund të ketë tregu dhe ti vetë e ke zgjidhur problemin tënd, por në të njëjtin kohë ke ndihmuar dhe prorin tënd. Këto janë gjëra të cilat neve i marrim në një të miqen dhe i quajmë, s'ka problem, unë do shkoj të negocioj, do të them hapur, jo, do të shkosh i përgatitur. Dhe në njëjtin kohë, nëse dikush kërkon gjëra të tilla, edhe ti je i prori, ti do të thosh, të kuptoj, ka një ndryshim shumë të madh me je dakord apo si je dakord. I thua të kuptoj, le ta flasim në një moment të dytë. Dhe bëj ti pyetje, këto pyetje që ai duhet përgatitet, bëj ti pyetje. Kush janë 1, 2, 3, 4, 5? Ai nëse nuk përgjigjet, e di çfarë bën? Sepse çfarë tham, në moment që rrisim njohurin, nisim ndërgjegjësimin, përgjegjësimin e njerëzve dhe njerëzit kanë kujdes kur rinë komunikojnë dhe kërkojnë gjëra të cilat, do të kërkojnë në momentin e dytë dhe ti marrin, kryesore nuk është të kërkojnë në mos i marrin, të kërkojnë dhe ti marrin, por duhet të jenë të aftë për të bindur se kush është vlera që takon të marrin. Ti si drejtues mund ndërtosh edhe sisteme bonusi, të cilat nuk janë duket për njerëz. Po ai sistemi bonusi mund të kaloj çdo lloj shpërblimi që bën apo pak që bën konkurrenca jote. Më fjalë mençuri do. Kur është koha më mirë? Koha më mirë është kur ti ke bërë diçka të veçantë. Koha më mirë kur ka arritur rezultate shumë të mira. Koha më mirë është kur prori jote është në ndjesi të mirë pozitive. Atëherë koha më mirë është kur ti ke shtuar vlerë në organizat. Nëse ti shton vlerë në organizat, atëherë ti ke mundësi kombësimet e tua të jetë më madhe. Sa më madhe të jetë vlera, kombësimi do jetë më i lartë. A përdoren taktika manipuluese në negocim? Patjetër që përdoren taktika manipuluese. Një nga taktika manipuluese është shiko, do të marr miratimin nga shefi. Ose këto janë kushte standarde. S'mund ta ndryshoj. Ka raste që përdorin taktika manipuluese ku duhen provokimi, acarimi në pika të dobta të tua, sepse çdo njeri ka pika të dobta. Atëherë mishteria jote është që të mos biesh në këtë grackë në pikave të dobta. Ose për shembull fjalë të shpërqendrohesh me gjëra të kota. Ose atë që tham, shiko, unë po hedh bllofën tani, ose merr ose lere, s'ka kjo nuk bën. E ti çfarë do të bësh? Nëse tjetër ose merr ose lere. Nëse ti je i sigurt se ajo që i ka dhënë është ajo që ai mund ta marrë dhe është më e mira që mund të jenë në treg, ai do vi prapë. Nëse ditën e tjetër, burrim, si je mirë kalon. Se ti prapë se ke mbyllur derën, po ti çfarë i ke dhënë? Shiko, unë po të jap diçka, po ta jap me shumë sinqerisht, sepse kam dëshirë që marrëdhënia jonë të jetë shumë e mirë. Të lutem shikoje, më këtu jemi. Më merr telefon. Por shikoje tregun. Më merr nesër prapë, më merr pas nesër, më merr të lutem se kam dëshirë më. Ai të merr thotë, hajde burim se do të punojmë bashkë. Ose për të mos ulur egon, thotë, o burim, e di se është puna, do më bësh edhe një zbritje kaq, i thua ti, do të bëj zbritje pak, po do më marrësh edhe këtë. Diçka tjetër, shikon një shkëmbim tjetër, edhe ti, ai kënaqur, ti kënaqur, gjithë kënaqur dhe ecën përpara. Kush e ka fuqinë brenda në negociat? Sa më pak interes të kesh, nëse përfundon apo jo negociata, ai më shumë fuqi ke. Ai që ka më shumë nevojë për të mbyllur negociatën, është puna e asaj shprehjes. Nevoja nuk bën pazare të mira. Por marrëdhënia e fortë bën të mundur që të krijojmë pazare të mira dhe negociata të mira. Prandaj është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë. Nëse dikush për shembull thotë, unë do të bëj një lëshim X, por nëse lëshimi është i rem, ajo është një taktik manipuluese, sepse ti di se ato lëshimet janë lëshime të cilat janë pa kuptim. Ose për shembull, ti bën një negociat në vazhdimsi, po vjen në moment në fund dhe ai të ndryshon negociatorët. Edhe fillon prapë nga fillimi dhe bën kastile. Ose vjen e të thotë, shiko, konkurrenti mua më ka dhënë një çmim më të mirë. Po ti e di. Konkurrenti mua më ka ardhur më ka dhënë një çmim më të mirë. Po ti e di se çfarë ka dhënë konkurrenti. Po ti mos u fokuso vetëm te çmimi kemi thënë. Sepse nëse dikush të thotë një gjë tillë dhe ti je i sigurt, i thua, shiko, e di se është puna.
Konkurrent ka dhënë diçka, unë e di çfarë ka dhënë konkurrenti, por nuk ka rëndësi kjo punë. Unë do të jap maksimumin tim dhe kjo është maksimumi. Nëse më kërkon diçka, mund të rregullosh pjesën e egos, mund të japësh diçka, por jo në këtë gradë. Kjo moment që shikon se tjetër për përdor një taktikë manipuluese, ti buzëkesh thua ecim çiku pas. Lere këtë histori. Ai kupton sepse ti je përgatitur. Nëse do që të bësh një negociat të mirë, nuk mund të bësh negociat të mirë me një person i cili nuk është profesionist. Gabimi që duhet të shmangim në negociat është që asnjëherë të mos besojmë 100% në intuitën tonë. Neve duhet të përgatitemi. Ne nuk do të marrim guximin që të shkojmë në një negociat pa u përgatitur, sepse përgatitja është mbi 70% e rezultatit varet nga përgatitja jonë. E përmendëm të shkosh në një negociat kur ti e di që nuk është negociatori, nuk është personi që ka autoritetin e vendimarrjes. Ose përqendrimi total vetëm në interesat e tua dhe ti nuk mendon për interesat e tjerëve në mënyrë që të rishke të kënaqet edhe ai, sepse atëre do përfundosh pa negociat. Një gabim tjetër që bëjnë njerëzit, futen në një negociat pa marrë me vete fuqinë e marrëdhënies. Merre me vete një sugjerim, merre me vete një lidhje, krijoj një lidhje indirekte para se të futesh. Ti je në shitje, merr me veten një fjalë fuqinë e marrëdhënies, pajisje veten tënde me armët të cilat do të garantojnë që ti të kesh sukses, ose të futesh brenda pa u siguruar që ke edhe një listë të shkëmbimeve të cilat ti mund të bësh me fjalë jep merr, ose të mos kesh AMM-n tënde, atë planin B. Ose për shembull të lejosh emocionet, egon, paragjykimet të cënojnë pjesën e arsyes. Kur emocionet negative rriten, arsyeja, logjika bie. Atëherë përfundon në një zënje dhe ajo pastaj shkatron gjithë punën që ke bërë. Ose të mos jeni të qartë pse kërkoni, pse është arsyeshme, pse ajo që juve e parashtroni është gjëja më e drejtë. Neve duhet jemi të ashpër dhe duhet të jemi profesionist dhe duhet jemi shumë të butë me njerëzit, po nëse pala tjetër jetë karbute dhe jo etike, është punë e saj. Ose mentaliteti, shiko, ky është problemi ty, mua s'më intereson. Ky është gabimi i madh. Nëse ti futesh në një negociat dhe ti do në fund fare që të dalësh me një marrëveshje të nënshkruar, kur dyja palët fitojnë, atëherë ti të shikosh, nuk është problemi ti, është dhe problemi jot. Në moment që ti thua, shiko, unë do dalë në një marrëveshje, të dytë palët do të kenë fituar. Edhe sepse kjo pjesa e marrëveshjeve apo negociat bën të mundur që të krijojnë pastaj edhe marrëveshje të tjera me interes në vazhdimsi. Atëherë problemi ti është dhe problemi jot. Atëherë ti do ulesh, do të futesh kreativitetin tënd në punë në mënyrë që ti të dalësh me rezultate. Ose të futesh në një negociat duke mos marrë parasysh ndryshime kulturore. Neve një gabim tjetër që bëjmë me do e mos duhet mbyllim një marrëveshje ku edhe largimi mund të jetë një opsion, është një gabim i madh. Ose një gabim që bëjmë është neve futemi në një negociat, harxojmë kohë, por neve nuk e lexojmë kontratën, edhe në shkruajmë pa e lexuar. Më ka ndodhur dhe kur kam nënshkruar, thashun, ok, besim, ku ka besim? Nëse ti s'ke kohë për ta lexuar, çfarë keni rënë dakord vendos juristin tënd? Pse tham gjithë kompania duhet të jetë njësh edhe çdo njeri ka përgjegjësinë e vet. Do të thotë dikush po mirë, po në momentin që kemi lidhur një marrëveshje, duhet ta ndjekim marrëveshjen. Nëse negocioni mirë, duhet të vendosni se si do komunikojnë në vazhdimsi, sepse njerëzit të cilët nënshkruajnë kontratë nuk janë të njëjtit njerëz të cilët ti do të vazhdosh ndjekjen e marrëveshjes.